Lëvizja vetëvendosje ka vazhduar fushatën elektorale me një takim me banorët në lagjen Dardhania të Fushë Kosovës. Drejtues të këtij subjekti kanë kërkuar besimin e qytetarëve për kandidatin për kryetar Valon Prebreza. Ata u zotuan se prioritet do të jetë zhvillimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i shërbimeve komunale. Fushë Kosova mund të më konsideru tash një qytet i madh i Kosovës. Po pushteti lokal nuk ka ditë ç'është mu gjetë në këtë rritje të madhe të popullatës. Edhe unë mendoj që e ka trajtu mas keq në Kosovë. Kandidati vetëvendosës për kryetar të Fushë Kosovës, Valon Prebreza, prezantoi projektet kryesore të programit të tij zgjedhor, mes tyre ndërtimin dhe funksionalizimi i ambulancës së re, menaxhimi i pronave të Kekut, si dhe premtoi zgjidhjen e problemit të varrezave brenda 2 vitesh. Mana 4 vjeçari tashëm çto prona publike që janë TAKP-s, ndërmarrje publike të Kekut e Kurullës kanë mi kthy dikun kopshte, e dikun parqe për fëmijë, e dikun shkolla. Projekt kryesor në arsim e kem kampusën e shkollave të mesme. E kemi një prunë në lagjen Akarad, janë dikon 3 hektare, 6 hektare. Aty do ta ndërtojmë kampusën e shkollave të mesme, kanë ameliru komplet këto hapësirat ekzistuese. Drejtues të vetëvendosjes thanë se fushata në Fushë Kosovë do të fokusohet te afërsia me qytetarët dhe prezantimi i planeve konkrete që sipas tyre do ta përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e jetesës në këtë komunë. Rindërtume. Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar fushatën elektorale për zgjedhjet e 12 tetorit në Prishtinë. Kandidati i PDK-s për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka prezantuar projektet konkrete për banorët të lagjes Kalabria. Ky është udhkryq i madh, 25 vjeçari, përvoja jonë me Prishtinën apo diçka e re, një kohë më e re, një kohë e mirë, një kohë për Prishtinën në të cilën qyteti është funksional, në të cilën trotuaret janë rregull, ndriçimi janë rregull, qerdhet nuk janë larg shtëpisë, parqet janë afër, ka qetësi, nuk ka qenë ndacak. Pra ajo që na e dojmë Prishtinën që përmbush potencialin ton, që është ëndër rejonja, edhe që është ikon kryeqytet i Republikës Kosovës. Pra kjo është udhkryqi jonë. Ismaili u zotua se do të investojë edhe në infrastrukturë në secilën lagje për të lehtësuar qasjen e banorëve në zona të tjera të qytetit. Ismaili ka kërkuar mbështetje edhe për ekipin e tij që është në listën për kuvend komunal, duke premtuar se do të punojnë me përkushtim për mirëqenien e qytetarëve. Qerdhet nuk janë larg shtëpisë. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka vazhduar fushatën elektorale në Prishtinë. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se kandidati i LDK-s për Parim Rama është njeriu që i solli Prishtinës ndryshimin, duke hequr si staj kaosin nga kryeqyteti. Një njeri që vende nga bota arkitekturës e urbanizmit, nga bota ideve moderne dhe e praktikave më të avancuara perëndimore, për ta bërë një gjë të vetme, për ta kthyer Prishtinën një qytet të së ardhmës. Pra ne i dham Prishtinës një lider që nuk fliste vetëm për politikë, por që mendonte vërtet për hapësirën publike, për lagjen, për sheshin, për shkollën, për parkun, për çdo detaj të jetës qytetare. Dhe 4 vitet e fundit to që po i lëm e kanë dëshmuar më këtë. Kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës për Parim Rama foli për projektet e realizuara në mandatin e kaluar, ndërkohë që premtoi edhe projekte të tjera për kryeqytetin. Kemi punuar shumë këto 4 vite në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, po fokusohemi pak këtu në Prishtinën e vjetër, këtu në infrastrukturë. Pra kemi bërë përmirësime të mëdha në rrugë, në kanalizime. Kemi vazhdu zgjerimin e rrugës Bajram Batiri me 3 korsi në drejtim të Gollakut, sepse kemi një gollak, një natyrë të mrekullueshme atje. Kemi sanuar e asfaltuar shumë rrugë në Kolovic, edhe lagje tjera si në Tasligje, në Gjinaj dhe Tagbashi. Në fund të këtij takimi, u tha se me LDK-n nisin dhe përfundojnë projektet e mirëfillta për Prishtinën. Fushatën elektorale Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka vazhduar sot në Lipjan. I pari këtij subjekti politik Ramush Haradinaj u takua me përkras nga ky qytet, prej të cilëve kërkoi që plan programi qeverisës ta besojnë me votë. Qeverisja komunale, sikur se e thatë, është i dedikohet qytetarëve, i dedikohet temave që ata i kanë në rëndësi. Si Aleancë, atje ku kemi marrë besimin, kemi mri realisht me e kthy qeverisjen në shpresë për njerëz, për qytetarët. Sikur se dini në disa komuna ku qeverisja vërtet është një gjendje e mirë dhe një vlerësim i mirë. Në disa komuna tjera bojnë përpjekje, sikur se rasti edhe këtu në Lipjan.
pra me marrë veshimin e qytetarëve, edhe mundësisht me qenë i zë i tyre edhe në asambleje, në parlament, po me shprehje edhe në qeverisje. E kandidati për kryetar të Lipianit nga radhët e AK-s tha se në plan programin e tyre përparësi do të ketë ekonomia dhe arsimi. Platforma programore e qeverisjes lokale për 4 vite të ardhshme, unë si kandidat bashkë me ta kolegët për kandidat për asamble, jemi të fokusuar për një qytet i cili është në të mirën e përgjithshme. Pavarësisht bindjeve politike të cilat mund të kanë, ne jemi të përkushtuar për gjithë. Qeverisja lokale është porta e parë kushtëtare prej pushtetin dhe demokracinë tonë. Kjo demokraci tonë na do ta shndrojmë në të mirën e përgjithshme. Në fund të këtij tubimi elektoral, u dorëzuan edhe konfirmimet zyrtare për kandidatët e Kuvendit Komunal të Lipianit. Në vazhdon e tubimeve për zgjedhjet e 12 tetorit, nisma socialdemokrate mbajti takim me qytetarë të komunës së Obiliqit. Kryetari i këtij subjekti politik Fatmir Limaj kërkoi nga kandidatët për asamblee komunale që të jenë zëri i qytetarëve në kuvend komunal, që njerëzit të kenë një adresë për shqetësimet, nevojat dhe kërkesat e tyre. Ne do të kthehemi pa mizan e tyre. E kujt? Zëri një nanë vetë ushqyesi. E një nanë që rritje temë. Një nanë që ka 100.000 probleme, shqetësime, në ngritjen e familjes, në mbajtjen e familjes. Në ato familje të cilat vazhdojnë të jenë asistencë sociale, e që janë në vështirësi ekonomike, e që nuk kanë zonë, e që kanë shumë nevoja dhe kërkesa, por nuk kanë ku me drejtu dhe s'ka kushtet për ta. Ne duhet të kthehemi pa mizan e tyre në asamblejë, si asamblejës nesër. E kandidati për kryetar të Obiliqit nga ky subjekt politik, Shefkis Aliu, tha se kanë program të veçantë për qytetarët e Obiliqit. Zhvillimi ekonomik nuk bëhet pa një program të mirëfillt, pa një plan strategjik zhvillimor të komunës me harta zonale dhe pa një park industrial i cili ne në planin tonë qeverisjes të nismës socialdemokrate Degës tonë kemi hartuar për pjesën dhe 80 vjetë, pjesën Vazare Bosh. Është një, domethënë, park industrial ku mund të investojnë të gjitha me infrastrukturë, të gjitha bizneset dhe investitorët e huaj dhe të brendshëm që kanë këtu. Salihu shtoi se në programin e tij parashihen edhe investime e hapje të vendeve të reja të punës. Që kemi bërë 4 kashe, do të kemi